Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe sot me ndihmën e Allahut do të vazhdojmë të hatim dritë mbi historinë e Musajt të Banu Israilve. Treguam në bisedën e kaluar për gjendjen e vështirë në të cilën gjendej i dërguari i Allahut së bashku me popullin e tij përballë detit Kuç, ku në dy krahe kishte male të thepisura, ndërsa nga pas u afrohej dushmani, u afrohej armiku, Firauni së bashku me ushtarët e tij me qëllime të liga. Në ato momente të vështira, Allahu i lartësuar e udhëzon pejgamberin e tij ti bjerë, domethënë detit me shkopjen e tij, edhe deti u ça. Thuhet se u hapën 12 rrugë për 12 fise të Banu Israilve në mënyrë që të kalonin në anën tjetër detit Kuç. Allahu i lartësuar na bën me dije një fakt të tillë në Kur'anin famadh. Për më tepër, Allahu i lartësuar na tregon se e urdhëroi erën thuhet erën e perëndimit, të frynte më të madhe, të frynte më furin në mënyrë që të terrej balta e fundit të detit, që të kalonin sa më lehtë Banu Israilit në krahun tjetër detit Kuç. Allahu i madhërisëm thot në surën Taha: "وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى." Ne udhëzuam Musajin, e frymëzuam Musajin që të udhëtonte me popullin e tij natën, edhe të kalonin në fundin e terur të detit. Allahu i lartësuar na bën me dije se fundi i detit ishte terur, në mënyrë që të kalonin sa më lehtë Banu Israil. La takhafu darakan wala takhsha. Madje Allahu i shpallit të dërguarit e tij: mos keni frikë se do t'ju zën, dhe mos keni frikë dallgët e stërmëdha, mos keni frikë se do të mbyteni. Edhe me të vërtetë premtimi i Allahut është i vërtetë. Allahu i lartësuar i ndihmoi Banu Israilt me në krye të dërguarin e tij të kalonin më tan detit. Ndërkohë, në krahun tjetër, Firauni u llahtaris nga ajo çka pa. Megjithatë, si pasojë e krenarisë përpara ushtarëve, e tha me gojën e tij të kundërtën e asaj çka i përshpëriste zemra. I urdhëroi ushtarët të hynin me furi në këto rrugët që Allahu i lartësuar i kishte bërë në mënyrë që të kalonin Banu Israilt. Madje thuhet se i tha ushtarëve, u thirrë ushtarëve: shpejtoni, a nuk e shikoni se si është hapur deti për nderin tim, që t'i zë robërit e mi, ata të cilët u ngritën kundër mbretërisë time dhe u larguan prej meje. I pari u turr me ato hamshorët e tij, domethënë për rrugët që Allahu i lartësuar kishte hapur në det për popullin e përzgjedhur të Banu Israilve, edhe pas tij i vinte ushtria. Në krahun tjetër, Musa alayhi salatu wassalam shikonte me kërshëri se çfarë do të ndodhte, edhe priste urdhrin e Allahut subhanahu wa taala që edhe një herë t'i binte detit, edhe deti të mbyllej. Megjithatë, Allahu i lartësuar na bën me dije në surën Ad-Dukhan se ju drejtua të dërguarit të tij duke thënë: "Watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun." Lëre detin, mos e prek detin, sepse ata janë një ushtri që do të mbytet e gjitha. Siç kuptohet, Allahu i lartësuar e frymëzon të dërguarin e tij, e frymëzon Musa alayhi salatu wassalam ta godas detin në momentin kur Firauni futet së bashku me gjithë ushtarët, me gjithë ushtrinë e tij. Paramendoni sa më shumë që futeshin, aq më shumë të mërroheshin zemrat e tyre. Hingëllinin me të madh kuaj teksa shihnin anash ato përbindësha gjigant të fundit të detit. Nga ana tjetër, në këto momente të vështira, Allahu i lartësuar e urdhëron Musan në krahun tjetër, domethënë të detit të Kuç, t'i mëshoj edhe një herë, ta godas edhe një herë detin me shkupin e tij, dhe deti fillon edhe mbyllet. Toka, fundi i detit, domethënë fillon edhe ngushtohet. Ato malet e larta, domethënë
siç e përmend Allahu i lartësuar në Kur'an, fillojnë edhe trazohen, edhe dallgët e stërmëdha turbohen. Fillojnë me të madhe të gëlltisin ushtarët e Firaunit. Firauni e kupton se ishte fundi, nga të kthehej, bregu ishte shumë larg, prandaj e kuptonte se diçka e tillë ishte e pamundur. Prandaj në këto momente të vështira, teksa shikte ushtarët e tij që mbyteshin njëri pas tjetrit, Allahu i lartësuar tregon se dorëzohet. Edhe i drejtohet Madhit Zot me këto fjalë. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana min al-muslimin. Tash jam penduar dhe besova se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me drejt, pos atij që adhurojnë banu Israilt, edhe unë tash bëhem prej muslimanëve. Megjithatë, Allahu i lartësuar e mbyt. Thot i Madhërishmi në ajetin që vjen, Al-ana wa qad asajta qablu wa kunta min al-mufsidin. Tani po pendohesh, tani po kthehesh, ndërkohë që më përpara tregoheshe mendje madh, ja ktheje shpindën udhëzimit, madje përhapje shkatrimin tokë. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Thot Allahu i lartësuar, sot do ta shpëtojmë trupin tënd në mënyrë që të shërbesh si shaj për njerëzit që vinë pas teje, megjithëse shumica e njerëzve tregohen të pavëmendshëm karshi shenjave që u sjell i Madhi Zot. Firauni gjendet në një moment shumë të vështirë. Në fund të detit, i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala, por Allahu nuk e ndihmon. Subhanallah, një situatë e tillë na sjell ndërmend pejgamberin e Allahut, Yunusin alayhi salatu wassalam, i cili në fund të detit, madje në barkun e balenës, i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe Allahu i lartësuar e ndihmon. Besoj të gjithë kemi parasysh lutjen e Yunusit, të cilën Allahu i lartësuar e përmend në surën Al-Anbiya, shumë e ngjashme me lutjen e Firaunit. La ilaha illa anta, nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë o Allah. Subhanaka, larg të meta veti, inni kuntu min adh-dhalimin, un i kam bërë vetes pa drejtësi. Allahu i lartësuar e shpëton Yunusin, nga ana tjetër e mbyt Firaunin. Pse vallë? Kjo na bëhet e qartë nga një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin një fragment i hadithit, në të cilin profeti alaihi salatu wasalam urdhëron e thot: Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Bëhu i njohur tek Allahu i lartësuar kur ti je mirë, në bollëk, në rahati, në mënyrë që Allahu të njohë dhe të ndihmojë në momentet e vështirësisë. Pikërisht, ky është edhe krahasimi ndërmjet Firaunit dhe Yunusit. Të dy në momente të vështira, ama Firauni përpara momentit të vështirë nuk donte t'ia dinte për Zotin e tij. Madje tregohej mendje madh edhe kriminal. Nga ana tjetër, i dërguar i Allahut Yunusi alayhi salatu wassalam, në momentet e rahatisë edhe të bollëkut, e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala me përgjërim. Këtë na tregon i Madhi Zot në Kur'anin famadh kur thot: "Walaula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Sikur Yunusi mos ishte prej atyre të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala shumë, do të qëndronte në barkun e balenës, në barkun e peshkut deri në ditën e Kiametit. Domethënë nuk do të dilte kurrë prej aty. Do të vdiste në barkun e peshkut. Por se Allahu e shpëtoi, e ndihmoi në momentet e vështirësisë. Pse? Sepse Yunusi ishte i njohur në mbretërinë e qiejve në momentet e rahatisë. Atëherë e lutte Allahun me përgjërim. Prandaj Allahu e ndihmoi dhe përkrahu atëherë kur më së shumti kishte nevojë. Shumë interesant është një ajet kuranor në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se qiejt edhe toka nuk qanë për atë se çfarë ndodhi me Firaunin edhe me pasuesit e tij. Fama bakat alejhim as-sama'u wal-ard wama kanu munzarin. Allahu i lartësuar na tregon se për ta
nuk qau as qielli dhe as toka, madje atyre nuk ju dha kur far afati, por se u ardhi shkatërimi në ditën e caktuar. Çfarë do thot nuk qau as qielli dhe as toka? Mufesirinët e Kur'anit me në krye Ibn Kathir rahimahullah na tregojnë se qiejt edhe toka nuk qajnë edhe nuk pikëllohen për idhujtarët, për ata cilët nuk besojnë Zot, për fe mohuesit, për ateistat. Pse vallë? Sepse ata nuk kanë vepra të mira të cilat ngriten lart në qiej, madje as nuk kanë vende adhurimin tokë, në të cilat mund t'i kenë bërë sejdë apo ruku Allahu subhanahu wa taala. Edhe e kundërta me të kundërtën, qiejt edhe toka pikëllohen kur vdesin besimtarët. Pse? Se në momentin kur një besimtar vdes, atëherë veprat e mira të tija nuk ngjiten më në qiej. Në momentin kur vdes një besimtar, toka në të cilën ai besimtar i bënte sejdë Allahut subhanahu wa taala, e adhuronte të madhin Zot, nuk e dëshmon më diçka të tillë. Prandaj edhe pikëllohen për të. Pra, ibadeti lë gjurmë në qiej edhe në tokë, po nga ana tjetër e keqja nuk lë gjurmë as në qiej dhe as në tokë. Lumë për besimtarët, ata të cilët përkujtohen për mirë në mesin e njerëzve. Allahu i lartësuar na tregon se për këto besimtar në momentin e ndarjes nga jeta kësaj bote pikëllohen qiejt edhe toka. Madje Allahu i lartësuar na tregon se qajnë qiejt edhe toka. Nëse për jo besimtarët nuk qakan qiejt edhe toka, e kundërta është për besimtarin. Qajnë qiejt edhe toka, pikëllohen qiejt edhe toka. Si? Ne nuk e kuptojmë diçka të tillë. Për shembull, Allahu i lartësuar na bën me dije se çka ka në qiej dhe në tokë e përlëvdojnë Allahu subhanahu wa taala, i bëjnë tasbih atij, por se ne nuk e kuptojmë diçka të tillë. Ne nuk e dëgjojmë diçka të tillë. Aftësitë tona janë të kufizuara. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Çdo gjë në qiej dhe në tokë i bën tasbih Allahut, e përlëvdon të madhin Zot, por se Allahu na bën me dije se ju nuk e kuptoni diçka të tillë. Kështu pra, i madhi Zot e ndihmoi të dërguarin e Allahut dhe Banu Israilt. Ato dolën në anën tjetër të detit Kuq. Nga njëj e mira ndaj të keqes, nga njëj drita ndaj errësirës, imani ndaj idhujtarisë. Allahu i lartësuar na bën me dije nëpërmjet historisë së Musait alayhi salatu wasalam se sa do të zgjas nata e tiranisë, biidhnillahi tabaraka wa taala, herë të vonë do të vi drita e agimit që do ta shkatërrojë natën. Do ta shkatërrojë errësirën, do ta shkatërrojë errësirën. Edhe me të vërtetë kështu ndodhi. Wal aqibatu lil muttaqin. Përfundimi i mirë dhe i lavdishëm është gjithmonë me njerëzit e devotshëm, na tregon i madhi Zot. Profeti alayhi salatu wassalam na bën me dije se dita e shpëtimit të Musait edhe Banu Israilëve përkon me ditën e 10 të muajit Muharram. Dita Ashura, siç e quajmë ne, ditë për të cilën profeti alayhi salatu wassalam na ka udhëzuar ta agjërojmë si shaj mirënjohjeje për ngadhnimin, për triumfin e besimit ndaj jo besimit, për triumfin e Musait alayhi salatu wassalam ndaj Firaunit dhe ushtrisë së tij. Këtë ditë muslimanët, duke u bazuar tek udhëzimi i pejgamberit tyre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është e këshilluar që ta agjërojnë edhe ta përkujtojnë. Pse vallë? Sepse kush e agjeron ditën e Ashuras, ka premtim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se i madhi Zot Allahu subhanahu wa taala ja shlyen gjunahet e një viti.